Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline, si çdo të njëjtë në orën 21:00 jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt me mua Marcela Karapançon dhe çdo të martë të mërkur në orën 15:30 me Frontline Interview. Do të fokusohemi sot tek disa miliona euro që kanë fluturuar në fushatën e 11 majit. Kështu kemi dashur të presim pothuajse 6 muaj për të kuptuar se sa para në fakt kanë shpenzuar parat politike, ato që kanë deklaruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, secila nga partitë, nga pushtetit deri tek partitë më të vogla të cilat kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 11 majit dhe se si kanë menaxhuar ato paratë e tyre në fushatën elektorale të 11 majit. Gjithashtu, në një kohë dhe në të njëjtin temp të fushatës do të fokusohemi në pjesën e dytë të Frontline edhe tek zgjedhjet lokale të së dielës, zgjedhje ku 5 bashki do të shkojnë për të zgjedhur kryetarët e tyre për disa nga arsyet të zgjedhur të cilët kanë shkuar në parlament, por edhe dorëheqjet e tjera të cilat kanë pasuar dhe kështu kemi 5 vakanca. Mes tyre përjashtohet Tirana, e cila me vendimin e gjykatës kushtetuese duket që ka lënë Erion Veliajn në krye të Bashkisë të Tiranës. Për këto diskutojmë sonte në studio, kam kënaqësinë të kem zotin Ermal Hasimia. Faleminderit, është kënaqësi, mirë se vjen. Me ne në studio Shemsi Prençi, faleminderit, është kënaqësi. Mirëmbrëma Ulon Kalaja, faleminderit, mirë se vjen. Mirëmbrëma. Me ne në studio Poli Hoxha, faleminderit, mirë se vjen. Mirëmbrëma. Do të kemi në komunikim të drejt për drejt edhe juristin nga Gjermania, Kreshnik Spahiun, të cilët do doja të juroja mirëmbrëma me ndihmën e regjisë, nëse e kemi gati për të juruar mirëmbrëma. Po. Mirëmbrëma. Lutem edhe vizualisht, faleminderit. Kreshnik, mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit. Lutem pa humbur kohë, do doja që me ndihmën e regjisë të kishim një tablo të qartë asaj çfarë kanë deklaruar partitë politike. Do të merrem sot, bëjmë disa llogarira për të kuptuar realisht ku kanë shkuar fondet e partive politike. Ne kemi lutem me Wallin foton e parë mes 2 partive kryesore, të cilët kanë pasur në një buxhet të konsiderueshëm, duhet thënë, për fushatën e 11 majit. Partia Demokratike, totali të ardhurave nga fundet publike 463.000 euro për afërsisht. Nga vetë partia, afro 1.7 milion euro, nga individ të ndryshëm ka pasur 102.000 euro, nga persona juridik rreth 14.000 euro. Në zgjedhjet e 11 majit, në total, Partia Demokratike të deklaruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka deklaruar 227.150.138 lek, ose të përkthyera në mbi 2.3 milion euro. Pre këtyre zemrën e Luanit e ka marrë plot kontrata për shërbimet konsultative të Lacevitas me 1.4 milion euro, për këtyra 1.6 milion dollar. Në Partinë Socialiste, totali të ardhurave nga fondet publike ka qenë 65 milion lek, totali të ardhurave nga vetë partia 103 milion lek, totali të ardhurave nga individ 10 milion lek. Shpenzimet e bëra për 11 majin, Partia Socialiste ka bërë një total shpenzimesh nga partia prej 169 milion, ose të përkthyera në 1.76 milion euro. Totali shpenzimeve indirekte dhurim në natyrë janë rreth 100.000 euro dhe në total ka shpenzuar rreth 1.86 milion euro. Këtu jemi vetëm tek 2 partitë e para kryesore, të cilat në fakt do të pasojmë edhe me aleatët e Partisë Demokratike, se si ata kanë ndërvepruar me opozitën në tërësi të bashkuar, dhe do të diskutojmë pak më pas. Asimja, më thuaj pak, këto shifra i prisje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, flasim për zgjedhje normale me miliona euro të shpenzuara për fushat? Po, besoj që janë të nëndeklaruara, sepse mendoj që ka edhe shumë më tepër se sa kaq. Janë shpenzuar më shumë. Se këto janë shifrat që janë direkte, ato që janë deklaruar dhe ato që kanë blenë edhe një lloj gjurme. Megjithatë deri më sot në Shqipëri nuk është se ka pas ndonjëherë hetime të sakta ose kontrolle, monitorime të sakta për të pjesë. Edhe këto janë të vetë deklaruara. Ka dhe një gjë tjetër pasaj që janë gjitha parat që përdoren për fushat, apo jo domosdoshmërisht e gjenë vetën në këtë lloj tabelë. Sidomos ato para që përdoren pastaj për blerje votash për shembull, që nuk i gjen dot, ose për ofrime favoresh. Tani nuk besoj se ka fatur me Po pikërisht, pra po them. për ato lloj votash. Jo, po janë pjesë e kostos fushatës ato. Janë pjesë shumë e rëndësishme e kostos fushatës. Jo vetëm në zgjedhjet e këtij lloji, po sidomos për shembull te zgjedhjet lokale, dhe aty bien kryesisht mbi shpatullat e vet kandidatit pastaj për t'u marrë.
Zgjedhjet e përgjithshme pastaj kuptohet që është partia që ka atë rolin kryesor që i mbledh. Por megjithatë po ti mbledhësh bashk edhe këto, plus edhe angazhime pastaj nga grupe të ndryshme që vinë nga bota e errët, le të themi, shkojnë shumë më tepër se sa... Po mirë, flasim me disa qindra mijëra euro të tjera, flasim me shumë fish të kësaj shume. Unë mendoj që... Ku rreth pak a shumë informaliteti zgjedhor? Jo, dakord, se për shembull këtu tani barra e këtyre shpenzimeve për cilat po flasun, kategoritë e dyta dhe të treta, këtu janë pastaj kryesisht tek ana atyre që janë në pushtet. Ata e kanë dorë dhe kanë edhe bashkëpunimin pastaj me grupe të ndryshme që financohen nga trafiqe, nga gjëra të tjera. Dhe këta natyrisht nuk janë lekë që do dalin aty. Por janë lekë në fakt që përdoren pastaj gjatë fushatave për të blerë vota, për të bërë favore të ndryshme, për të marrë me të mirë votuesit e tjerë. Dhe në atë kuptim nuk do të çuditesha fare sikur një fushat si kjo e kësaj here, ti kishte kushtuar Partisë Socialiste bashkë me këta grupet e tjera, le të themi, mund t'i shkojë edhe 10 milionë edhe 15 milionë euro pa asnjë lloj çudie. Po, patjetër. Patjetër. Ka pasur, ja po të marr një shembull. Ka raste në Shqipëri ku për një bashki... Po vetëm Partisë Socialiste apo dhe PD-s mund t'i ketë shkuar në shifra të tilla? PD-s jo, sepse PD-ja nuk është në gjendje të ketë marrëdhënie të tilla me grupe të tilla që mund të funksionojnë, që mund të ta mbështesin këtë lloj ide. Po të jap një shembull tjetër për çështjen e asaj se si funksionojnë fushatat. Një bashki në Shqipëri e nivelit mesatar, as e vogël fare, po as nga këto të mëdhajat, njëri nga kandidatët që e di unë ka blerë rreth 1.200 bileta, avioni, trageti, e të tjera, për të sjellë njerëz nga Italia kryesisht, po jo vetëm, për të ardhur dhe për të votuar. Llogariteni tani sa shkojnë gjitha këto bileta dhe ato shtohen në faturës normale pastaj të zgjedhjeve. Dhe kjo është vetëm për një bashki të caktuar. Kështu që prandaj them që po ti mbledhësh këto gjëra, shifrat nuk duhet të na çudisin dhe ai shumë. Këto janë ato që janë të deklarueshme, ato që janë për cilat nuk mund të... Edhe këto do të hetojnë, do të auditojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do shohim se si do të jetë raporti i faturave. Varet sa i hetojnë, po gjithsesi ata që kanë bërë kontabilitetin e fushatave këtu, e kanë pas parasysh që dhe kanë llogaritë që duhet të gjejnë fatura për gjithë këto lloj shpenzimesh. Dhe besoj që për këto nuk e kanë problem që ti justifikojnë. Është pjesa tjetër pastaj është problem. Okej. Zoti Prençi, me këto shifra që kemi parë në 11 maj të deklaruara me fatura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pikë së pari, shohim një proces zgjedhor dhe fushatat e partive kryesore luksoze, apo jemi brenda një kuadri, le të themi, që partit mund t'i shfrytëzojnë këto buxhete që disponojnë? Marcela, ju thot me këto shifra që kemi pa me 11 maj, me këto shifra që shohim sonde. Po. Dhe para shpenzuar me 11 maj dhe para 11 majt. Kështu du t'ishte pyetja. Shqiptarët edhe njëherë, me këto shifra që botohen publikisht sot, duhet të besojnë me pa tjetër ato partit politike që gënjejnë më shumë dhe që i vjedhin më shumë. Kjo është postulat. Sepse me të drejtë ju tek Partia Socialiste keni renditur totalin e buxhetit të partisë nga fondet publike, pra që ka marrë pjesën e luanit, parat që janë dhënë nga individ. Po, nga individ tek Partia Socialiste, 10 milion, nga 100 milion lekë të vjetra. Po, edhe në natyrë edhe kështu. Po. Tani, edhe kontributi i subjekteve të ndryshme, biznesem thash. Këto zgjedhje i kishin specifik se kishin fushat elektorale edhe jashtë Shqipërisë. Ne kemi qenë prezent këtu dhe kemi ndjekur si gjithë administrata publike ka vajtur në Angli, në Amerikë, në Greqi, disa herë, në Itali, në Gjermani, gjithkund. Pra gjithë administrata publike. Sepse kishin një protokoll që duhet të realizoshin se i cili votat e përcaktuar detyrimisht. Mendon që kanë reflektuar, sepse me zëra specifik nuk janë? Në fakt, po si kanë deklaruar, është tjetër punë. Fakti që ju keni thënë totali i shpenzimeve indirekte, dhurimet në vlerë dhe në natyrë, do të thotë që edhe pagesa që është bërë për stadiumin apo pallatin e sportit në Athinë apo në Selanik. Vetëm në një takim që ka bërë ish kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë, unë ta kam deklaruar këtu në studio, që kanë qenë mbi 40 makinat evidentuar në sistemin Teams, makina pushtetarësh.
të cilat punojnë me karburant, e tjera duhet ishin futur edhe këta shpenzime. Sepse nuk e kanë detyrim shtetëror që makineria shtetërore të shoqërojë kryetaren e parlamentit apo kryeministrin e Shqipërisë apo një grup deputetësh në një aktivitet politik jashtë Shqipërisë. Disa nga takimet që po thua Prençi janë bërë përpara periudhës së ri ditore të fushatës. Edhe ato përpara duhet të deklarohen? Të gjitha pa përjashtim. Është pjesë e fushatës elektorale në zgjedhjet e përgjithshme politike. Dhe unë nuk... Ka takime që janë zhvilluar shkurt, për shembull, duhet të deklaroheshin? Duke ndjekur disa fenomene, vetëm koncerti dhe vallët në sheshin Skënderbej ditën e mbylljes së fushatës të Partisë Socialiste, për llogaritë që të kenë shkuar mbi 500.000 euro, vetëm ai aktivitet. Me sa duket, sa herë hedhin valle dhe kërcasin daullët, si në tunelin e Llogaras, në tunelin e Murrizit dhe në sheshin Skënderbej, fshihen nga 50 milion euro. Këto janë kunja dhëmbësh. Stikadenta. Tani, të thuash kunja dhëmbësh, Kjo është mashtrim. Jemi në periudhën që diskutojmë që pensioni rritet me 600 lek, 800 lek, 1000, 200 lek. Të lutëm, unë thash, këto janë stikadent për qeverinë. Kjo është mashtrimi publik, ndërkombëtarisht, që i bëhet opinionit shqiptar brenda dhe jashtë vendit, sikur fushata e Partisë Shtet ka patur një kosto rreth 2 milion euro. Nuk e beson askush. Sepse fushata e Partisë Shtet ka filluar një vit përpara, nëse u kujtohet takimi i parë që ka qenë në Athinë. Po, zoti Rama e quan 4 vite fushat, Prençi. Kështu që i bie që të jetë një faturë shumë e majme. Po normalisht që është shumë e majme, nuk diskutohet. Sepse ne kemi trompetuar këtu dhe kemi thënë jo shpenzimet për Lasivitan, por harrojmë se shpenzimet më së shumti janë tek Partia Shtet, e cila ka qenë në fushat pikërisht ashtu siç e pranoni dhe ju, se ka qenë 4 vjet në fushat. Këtë e thot zoti Rama, që nga e hëna pasarse të dielës së zgjedhjeve, neve shkojmë prapë në fushat. Po qëse është burr shteti dhe është i sinqert me shqiptarët, dhe ti deklaroj. Kam shpenzuar kaq. Dhe ti deklaroj. Ashtu siç kanë deklaruar atë mbylljen e tendrit parë, me tendrin e ditë që u los shifra 50 milion euro. Dhe atëherë janë sinqert me shqiptar. Ose në të kundërt, këta e luajnë propagandën për ta besuar shqiptarët maksimalisht, si që gënjejnë maksimalisht dhe vjedhin maksimalisht, duhet që ne t'i besojmë edhe këtu sonde, dhe mu më vjen çudi se si kjo emision ka të ndisët për të analizuar këto shifra tërësisht mashtrime. Jo, po ato vinë nga taksat e mia dhe të tuat e të gjithë atyre që na ndjekin, Prençi, jo se i kanë dhënë të lutem. Po pjesa 1.7 milion i jep shteti. Në një përgjim telefonik, lëri 100.000 donacione. Në një përgjim telefonik, duhet i dim se kush shkel parat. Ka vetëm një biznesmen për zgjedhjet, për një aktivitet. 400.000? Do të dalin, do t'i dëgjosh në ditën vazhdim, në interes të disa çështjeve tjera penale që ndjek Spaku, është i përgjim që i kanë kërkuar për zgjedhjet në një X qark 400.000 euro, një paket dhe vogël, ja kanë kërkuar një biznesmeni, po do t'i dëgjosh në ditën vazhdim. Ja kanë kërkuar socialistët? Po normalisht, po nuk mund t'i kërkoj një parti që s'ka... Mirë, se do t'i bëjmë llogaritë edhe të PD-s. Po zita, s'ka si t'ja kërkoj biznesit. Aulon, më thuaj pak si të duken shifrat e deklaruara në Komisionin Qendror. Përpara se me nxjerr një deduksion për shifrat e deklaruara, besoj që ne do ta nisim nga vetja. Unë kam qenë kandidat për deputet në qarkun e Durrësit, po ashtu edhe zoti Prençi ka konkurruar në Tiranë. Unë personalisht kam shpenzuar 6 milion lekë vjetra për fushatën time elektorale. Dhe kam qenë kandidat i parë, ndoshta në Republikën e Shqipërisë, që kam bërë deklarimin KQZ dhe është pranuar, domethënë, nga KQZ-ja, me të gjithë zërat që unë jam mbështet në fushatë. Domethënë, ndoshta për publikun duket e çuditshme, por kam përdor ambiente të jashtme për takimet masive, me karrike të cilat kanë qenë karrike plastike, që merreshin me vete nga vullnetar dhe organizonim takime pa i bote këto lokale të tjera, siç ka qenë tradita që duhet i japësh për me pi, domethënë. Edhe një kafe dhe një ujë etj. Për mi shmang këto gjëra, sepse besojnë këtu është shpenzimi më i madh. Po flasim për fushatën e vërtet, jo për fushatën që foli Asimja, për me ble votat, domethënë se ajo është pjesë tjetër. Dhe po ashtu i kam bërë thirrje Spakut që telefoni im vetë në përgjim, për me kuptua bleun vota, kam kontakt me grupe kriminale ose me oligark, siç u përmend këtu, 400.000 euro për një aktivitet, për një koncert e tjerë. Edhe miq që kemi pas, domethënë i kemi kështu VIP-a, i kemi shfrytzuar për me ardhur për me bëj party me rinin pa lek, edhe këto janë forma, domethënë mendoj unë. Po mirë, këto mund të ketë shfrytzuar dhe mazhoranca. Po pra, këtë po them tani. Te mazhoranca tani.
Një njeri që merr vesh nga fushatat elektorale dhe nuk kemi dalë sot në treg, domethënë ne e dim shumë mirë si organizohen, në rast se majoranca ka përdor këto, se prandaj e bëra dhe krahasimin, ka përdor artistët pa lek gjatë fushatës elektorale, keni parasysh që pas tyre fshihen projekte shumë të mëdha. Kurse unë s'kam çfarë jap. Pra, po ma bërën deri në rregull, kaq mbaron historia. Kështu që pse e them unë këtë gjë? Po keni pap domethënë Bashkinë e Tiranës minimalisht, kur që është hambari këtyre artistave, establishmentit artistave, se si i ka dhënë prona apo çështje tjera, biznese tjera që këta janë të ushqyer pra nga qeveria. Këto shifra janë totalisht pa vërteta për mendimin tim. Ti jemi realist. Domethënë vetëm një organizim. Pa vërteta, themi edhe Majtas dhe Djatha, sepse duhet, do ndalemi specifikisht. Po, do ndalemi. Në rast se ne nisemi nga premisa e vërtet besojnë e gjithë pranuar e OSB-u Dirit që thotë që partia dhe shteti nuk u ndanë kësaj radhe dhe ishin një. Ne me këtë nënkuptojmë edhe shpenzimet qeveritare që u vu në dispozicion të Partisë Socialiste. Parimisht, kur ka zgjedhje, ndeshet Partia Demokratike me Partinë Socialiste. Në Shqipëri është bërë udhës dhe këtu nuk e thot askush që s'ka ndonjë problem, ndeshet qeveria me Partinë Demokratike. Prandaj thuhen zgjedhjet lira dhe të barabarta, që ministri të shkojë si kryetari i njësisë 10 ose deputet i kësaj zone, nuk ka rëndësi, jo si ministër i rendit që me vënë gjithë kapacitetet e veta në funksion kësaj gjëje. Pra këto makinat kanë karburant, këto tani unë e kuptoj që nuk mund të jemi Norvegjia ose Danimarka, po këtu ja bën mu që këta njerëz, gjithë tollonat e naftës që kishin që unë i kam pa me sytë e mi të paktën në qarkun e Durrësit, që kishin për ministritë e veta, u hodhën fushat se radhe. Tani kanë edhe i problem tjetër që raporti OSB-u Dirit. Fushat tollonash? Po tjetër. Pa diskutim, ato janë përcaktuese. Ma ajsa e kam kuptuar në fushatën atje, domethënë. Ka dhe i problem tjetër që nuk preket nga OSB-u Dirit, po që ne e kuptojmë shumë mirë se çfarë ndodh në terren. Parat që janë hedhur nga grupet kriminale, por te oligarkëve që u përmendën këtu që kanë hedhur 400.000 euro. Këta njerëz, cilët kanë mbështet fuqishëm kandidatura të caktuara, si në qarkun e Durrësit, një njeri që mori 21.500 vota, si në Elbasan, një njeri që thonë gojtë e liga thonë që ka marrë 30.000 vota, po ja ulën pastaj sepse nuk kishin ku mi çu 30.000 vota, ja çu 22-3.000, apo jo? Dhe këto vota si u morën? U morën duke u bler apo jo? Se s'ka mundësi tjetër, është njësoj sikur t'i thush njerëzve voto Gomarin. Tani, a votohet Gomari? Gomari votohet vetëm nëse merr një lek, domethënë ti s'ke interes për politikën, ë? Nuk e kam për person konkret, e kam parim tani. Kështu që kjo lloj vote është pilotu duke u bler dhe këto para nuk janë deklaruar pikërisht në këto shifra që ne themi. Pra, është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që financimet e partive politike në Shqipëri janë totalisht dyshimta. Absolutisht. Dhe në rast se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta kishte seriozisht të çështje, po edhe SPAK-u nga ana tjetër, absolutisht se janë subjektet SPAK-u të gjithë. Po. Të bëjnë audite nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Besoj që mund të gjenden parregullsi? Patjetër që po. Por nuk e kanë seriozisht, i marrin të mirëqenia gjithë deklarimet, secili i qe, po ti ke deputet aty që thotë s'ka harxhuar si lek në fushatë elektorale. E pranon ti këtë tani? Si mund mos harxhosh as si lek në fushatë elektorale? Ke aty njerëz që kanë thonë nuk kam harxhuar lek në fushatë elektorale. Që me skuter elektrik. Po pra, është turp i Zotit. Me frymën e Zotit nuk punohet, dakor, ne jemi besimtar, unë e kuptoj shumë. Ka ecë me shapkat e partisë. Po pra, tani, siç ke njerëz që kanë harxhuar me mijëra euro në Facebook. Po ato janë të kontrollueshme, se aty del se me çka karte është paguajt postimi, apo jo, ne të gjithë dim ta përdorim. Pra këtu nuk ka transparencë patjetër, por ajo që më shqetëson mua nga e gjithë historia janë parat e krimit organizuar që futen drejt për drejt në politikë. Ke këta personazhet që politika ja kishte vënë patronazh dhe ju tha kriminalëve, doni ju që t'ju masim forcën? Po. Merr një kandidat kot edhe ma nxirr me 21.500 vota. Dëgjoj gjatë gjithë kohës këtu në panel, po duket që e gjithmonë i drejtoni shigjetat tek mazhoranca, realisht opozita është autoimune nga këta persona që mund ta kenë financuar në të njëjtën mënyrë? Shiko, nuk shkojnë të grupet e opozitas se ka pushtetin opozita. Nuk ka sens se i bindet që opozita do fitonte zgjedhjet. Marsela, të jemi realist domethënë, nuk ka mundësi që një. Tani vërtet opozita është kaq puritane që ta ndjej faktin. Po flasim për krimin organizuar. Një njeri i cili në 2021-shin ta mbaroj e fundit ka marrë 2.500 vota, në 2021 ka marrë 2.500 vota, në 2025 merr 21.000 vota. Është shmenduri të marrësh më shumë vota se Edi Rama. Edi Rama mori 15.000 vota, se është deputet i qarkut ku unë kam kandidatuar, legjislaturën e kaluar. Tani e ka ndruar qarkun. Tani nuk ka mundësi, pra ka ndodhur diçka këtu. Dhe kolegu im Poli Hoxha këto i
mandate me flamujt kuq. Okej. Poli? Shiko, në rreth 30 vite që kam në media, është bërë gjithmonë një debat. Do më thënë, as debat nuk është bërë se së është bërë seriozisht, por të cilin politika e shmangë, majtas dhe djatët. Se në 30 vite, këta që janë opozit kanë qenë pushtet, këta që janë pushtet kanë qenë opozit, pavarësisht se u bë pak më gjatë. Po e harrojmë, do më thënë, kemi harruar opozitën e këtyre. Okej. Dhe në çdo raport, para dhe pas zgjedhjeve ngrihet një çështje. Ligji, ndryshimi i ligjit për financimin e partive. Nuk ka vullnet politik nga asnjëra palë për ta bërë këtë gjë. Unë do të jap disa shembuj. Në sistemin për këtë çështje, në sistemin e Europës ka 2 sisteme. Po më i përhapur është pak a shumë ky që kemi ne, që kemi marrë që pranohen, domethënë subvencionon shteti në disa vende më shumë, ashtu dhe pastaj dhe donacionet, të cilat kanë një rreptësi shumë të madhe. Para rreth 2 dekadash në Belgjik, që kishte të njëjtin sistem e kanë holandezët, gjermanët, ndodhej diçka. Partia që kishte marrë një donacion të madh nga një kompani e madhe franceze, internacionale, që fitoi zgjedhjet në Belgjik, pasi erdhi në pushtet, i dha një projekt shumë të madh kësaj kompanisë. Plasi një skandal i madh në Belgjik dhe çfarë ndodhi? Ndodhi domethënë që ndryshuan ligjin dhe vetëm shteti. E ke parasysh, përveç ashtu dhe ti do prishësh vetëm lekët që ti jep KQZ-ja. 1 milion, domethënë e kanë buxhetin më të madh, domethënë andej, por nga ana tjetër kanë shpëtuar këtë pjesën tjetër dhe heqin këto. Por funksionon? Se mos ka dhe atje shumë pak të klaruara. Këtu nuk funksionon sepse s'ka vullnet politik. Që çdo të thotë, do të thotë që kjo është një lloj si të kemi ne të 4, të 5 këtu një lokal dhe shtetit na marr të mirëqen aq sa deklarojnë vetë ne. Dhe nuk ka më pas hetim se si dolën këto, se etj, apo gjatë fushatës të ketë grupe. Domethënë nuk është, domethënë kaq edhe këtu mbyllet kjo histori. Gjithë çështja është që dhe kur mbyllet kjo histori, dhe ata që përgjithsisht 99% është në të zezë, nuk vazhdojnë për shembull pasojat. Dhe do të kaloj në 2 shembuj të tjerë për të treguar se çfarë ndodh. Kemi Francën aktualisht. Në Francë kemi një ish president shumë popullor, Sarkozy, në burg. Për çfarë është në burg ai? Për $5 milion të marra nga Kadhafi për partinë e tij, jo për shtëpinë e tij, për partinë. U zbulua si donacion i jashtëligjshëm, se po ta kishte deklaruar ndoshta s'do ishte në burg dhe përfundoi në burg, që është presidenti i parë francez, nuk fusin kollaj president, ata se janë republikë presidenciale. Ti thua kjo shuma është qesharake dhe unë ta garantoj ty që ka deputet, ka deputet tek pull që kanë këtë shumë të secilës parti, që kanë hedhur, se këta janë në teren. Dhe nuk ka deputeti më i vogël mund të harxojë 300.000, 400.000. Flas nga partitë e mëdha dhe sidomos nga mazhoranca. Po mirë, ku investohet? Si investohet? Jo, shko. Se të janë shumë amaramëndse, një deputet, po le të zbulon janë... Tani unë po të flas me... Ashtu po unë këtë ta nxjerr me një fakt, për shembull, ose jam gazetar dhe s'mund të flas si politikan. Nëse ju kujtohen përgjimet e Habilajve, për Samir Tahirin ka një pjesë atje ku flet një Habilaj me një nga ata të tjerë atje. Përgjimet të italianëve, të prokurorisë italiane. Dhe në një moment i thot, ky bën muhabet, mos ka bërë ky Tahiri lek më shumë se ne, i thon këta. Thot ky. Jo, i thot ai, domethënë, ja, muajin e fundit i thot, domethënë në një muaj i thot ka bërë 5 milion, i thot. Po prap nuk shkon më shumë se ne. 5 milion euro. I thot ai, po dhe 5 milion, i thot, nuk janë ndonjë gjë, i thot Abilaj kryesori, domethënë, nuk janë ndonjë gjë, i thot, sepse aty vetëm për të hedhur në fushat, ai ka vetëm për të hedhur në fushat i duhen 20 milion. Janë përgjime, i duhen për të hedhur, domethënë dhe ti nxirr ti tani proporcionin, që po ta jap si kështu. Çështja është që ti bëre një pyetje, pse ai janë patjetër që nuk mund të jenë njësoj partia në pushtet, dhe sidomos kjo lloj partie në pushtet. Dhe këtë do ta diskutojmë, se është temë interesante. Por një gjë ta kesh të sigurt. Proporcioni është ky. Përgjithsisht oligarkët, këta që po i quajmë ne, po biznesmenët në përgjithësi, se janë vetëm oligarkët, ka të gjithë biznesmenët në përvojën time që kam përgjithsisht kanë hedhur tek të dyja. Zakonisht edhe grupet e tek dy kryesorët, edhe grupet e organizuara etj. Dhe masa e hedhjes është gjithmonë për partinë që është në pushtet, por ndryshon
në krahasim me peshoren, që çdo të thotë, dhe ta bëj dhe me situatën aktuale, do të thotë, në qoftë se ka një frymë, për shembull, ka një shpresë për një rotacion, e ke parasysh gjithë po presin që do ndryshohen pushtetet, atëherë rritet dhe masa për të hidhet tek opozita. Por gjithmonë pushteti e ka të vetën, e ke parasysh, e ka të blinduar. Por koeficienti është më i lartë tek opozita. Patjetër, pa shpresë, pa kështu, gjithë e dinin që nuk do fitonte, që ka qenë koeficienti më i ulët, po jo se nuk ekziston, është budallëk. Sepse vetë këtë sistem, këto parti kanë mësuar veten, e kanë mësuar në 30 e ca vite. Dhe nga buron kjo, kush është gjithë, dalin prapë të shembulli që të dash për Belgjikën. Kjo buron të kjo, dhe nuk do të thotë që po mos jesh në pushtet nuk të ndihmon një deputet. Është gabim. Dhe duke ditur lidhjet e tjera. Kjo ndodh me këtë që biznesmeni i hedh ato para që të marrin dhe një investim brapsha. Po patjetër që ai hedh 300.000 euro duke shpresuar se do marrë të paktën 1 milion, 2 milion e tjerë. I hedh ato para që pastaj e ke parasysh duke ditur lidhjet e tjera që të dalë ky deputet dhe ky deputet këto 4 vjet do loboj për mua. Do loboj për mua për të marrë një punë atje, një punë sipas profilit që ka biznesmeni, grupi kriminal që është bërë biznesmen, organizatat de facto janë bërë gjithë biznesmen. Ato që quhen organizata, nuk po flas për bandat dhe shpërndarësit, që janë bërë biznesmen, po dhe organizatat kanë mbrojtjen tjetër te policia, te prokuroria, te gjykata, është tjetër kështu. Dhe gjitha këto quhen investim në të zezë. Gjithë pyetje që duhet të shtrojë emisioni tënd dhe që duhet të shtrojnë gjithë. Ka vullnet kjo klas majtas djathas asjanës, ku diun të rinj, të vjetër, ka vullnet që këtë situatë ta zhndërojnë, domethënë ta fusin, jo se s'do vazhdoj ky fenomen, po ta fusin në një kornizë më të fortë ligjore. Nuk kemi parë kur s'kemi parë në 35 vjet një hetim edhe kot për 50.000 euro për parat e partive. Fare. Më thuaj mua një rast, dhe edhe në këtë rast nuk e zënëgoj asnjëri. E zënëgoj opozita, po thotë opozita lekët e shtetit, thotë. Unë këto si fus. Patjetër, kjo pjesa që shteti, s'ka nevojë shteti, domethënë të jap unë lek për naftë dhe për makinë, se fut makinat e shtetit ai, apo jo? Edhe për gjëra të tjera. Por për këtë lloj leku, a do dalë një ligj i fortë që sigur vetëm një shembull të bëhet i fortë dhe këta të kenë kujdes kur mbledhin lekët e pa deklaruara, them se këto se nuk janë, ata deklarojnë 100.000 euro nga individ, nga biznese, ai që ka futur 10.000 euro atje, në fakt i ka dhënë 1 milion euro, i ka dhënë 500.000, i ka dhënë 300.000, i ka dhënë 200.000. Dhe gjithë çështja, gjithë emergjenca që është bashkë me gjithë kodin zgjedhor, që kemi kaq vite, ndryshimi i financimit, një kod i mbaruar, një kod edhe pa reputacion dhe pa asnjë gjë që është legenosur fare, fal për gjuhën, dhe kjo ligji për financimet e partive është shumë i rëndësishëm, sepse fihet nga financimi i partive, se dhe ajo që s'është në pushtet, nesër do vi në pushtet, përfiton. Ato fije pastaj të nxjerrin se kush përfiton në ekonominë shqiptare, kush i merr tenderat, pse mbrohet krimi organizuar e tjerë, se në qoftë se ti ke kapur deputetët e një partie ose ke investuar tek ata, ti ke investuar tek sistemi politik. Tek sistemi politik. E qartë. Mirë, me Kreshnikun të lutem. Po, Marcela. Kreshnik, të lutem thuaj pak, si e sheh këtë raportin që nëse kemi opozitën me 2.3 milion euro, ndërkohë mazhorancën që është në qeveri me 1.86 milion euro të deklaruara. Tani, opozita në 12 vite, le të themi, në opozit, larg pushtetit, ka më shumë para në fushat për të hedhur apo për deklaruar se sa vetë mazhoranca. Tani, për hir të publikut, duhet jemi të sinqert dhe të themi që nëse ka një mashtrim politik dhe moral më të madh që ndodh gjatë vitit 2025, është deklarata financiare e 2 partive të mëdha. 2 milion euro apo 1.800.000 euro është shifra aq qesharake sa po ju garantoj vetëm konsumi i rakisë dhe bërxollave në fushat elektorale, në përfshatra, katunde, lagje, celula që këta konsumojnë, është më i lartë se sa 2 milion euro. Shifra 2 milion euro, ne jemi shumë familjar me shpenzimet e fushatës, ka deputet të cilët kanë shpenzuar 2 milion euro. Pra është buxheti një deputeti, flas për dhe kjo ka sjell pabarazim
që kandidat me pamundësi financiare si Aulon Kalaja sot janë jashtë parlament. Tani, kush është problemi thelbësor? Unë dua të kap 3 momente kyçe. Po? Këta e kanë ngritur në sistem korrupsionin dhe krimin zgjedhor. Çfarë do të thotë kjo? Sistemi që kanë ngritur 2 partitë e mëdha është i qëllimshëm për të fshehur krimin zgjedhor dhe financimin e partive politike. Fakti që ato kanë ngritur një komision qendror zgjedhor partjak, tani si mund të kërkojmë ne Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të gjej krimin zgjedhor apo financimin e manipuluar të këtyre partive, kur këto parti përfaqësohen në KQZ. Pra në KQZ janë PD-ja dhe PS-ja. Ne i kërkojmë PD-s dhe PS-s që të denoncojë veten e saj. Pra, vetë sistemi i mekanizmit zgjedhor është ndërtuar për të fshehur krimin. E para. E dyta, dëgjuam atëherë që SPAK-u hapi një zyrë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Task Force-ën, po. Tani unë shpresoj që ajo zyra tjetë tani e hapur. Ky është momenti që SPAK-u mund të evidentoj shumë thjesht dhe po të garantoj që në 100 fishin e shumës është e aftë të provoj falsifikimin që kanë bërë partitë politike në Shqipëri. Po ju jap një fakt. Në datë 26 prill, Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaron para gazetarëve në lidhje me financimin e kontratës së Partisë Demokratike $6 milion. Thot ende nuk është depozituar në KQZ, por ne presim që brenda 60 ditëve pas zgjedhjeve ajo të depozitohet. Tani unë kam një pyetje për gjithë publikun. A është depozituar kontrata $6 milion e Continental Strategy? Si pas atyre që tani, kontrata e lobimit si pas Partisë Demokratike është $1.4 milion apo $1.6 milion. Të lutem, për shkak se unë jam në Skype, ndër hyrje të lutem bëja atyre në studio, më lër ta mbaroj. Ka 2 kontrata që ta kuptoj publik. Kontrata e Lasivitës është gjë tjetër, kontrata e Continental Strategy është gjë tjetër. Gjithashtu, për të njëjtën të nesërmen, SPAK-u ka deklaruar. Pak më lart lutem telefonin nëse duhet që të shohim. Po. Okej. Po. SPAK deklaron, nis hetimet për kontratën e lobimit $6 milion. Edhe një herë që ta kuptojmë, sepse në Shqipëri ecin ngjarje aq shumë, sa mund të merren bivendosen dhe kam përshtypjen që ndonjëherë edhe njerëzit e politikës dhe medias nuk i kuptojnë gjërat. Kemi të bëjmë me 2 kontratë. Një kontratë lobimi që është lidhur po në fushat zgjedhore, me Continental Strategy, dhe kontrata tjetër është me Lasivitës. E Lasivitës është depozituar, po tjetra ku është? A ka dieni kush? Tani, në gjithë të histori, ne nuk mund t'i kërkojmë llogari as Partisë Demokratike as Partisë Socialiste. Se me të drejtë u tha aty, po t'i hysh shifra $2 milion e PD-s apo 1.8 milion euro e PS-s, nuk i justifikojnë dot as takimet në Londër, në Athinë, Milano, Bologna, në Kret, ku i kanë zhvilluar në gjithë Po mirë, nëse është kaq e thjeshtë këshmik, që nuk justifikojnë, atëherë çfarë bën shteti? Çfarë bën drejtësia? Këtu po dalëm. Ne nuk mund të pretendojmë që këta të jenë sinqertë, se këta për këtë arsye kanë shkuar gjithë në rresht në prokurori. Ishte kryetari PD-s Lulzim Basha, sot ke ish presidentin e Republikës, ke 1 vit në arrest me burg për një nga akuzat që është po për financimin e lobimit. Tani, këtë dihet botërisht që partit gënjejnë për financimin. Çështja është, çfarë është bërë e para për ta parandaluar, e dyta për të ngritur një sistem, një strukturë tërësisht. Dhe çfarë ka bërë prokuroria gjithashtu në lidhje me këtë çështje?
Pra, kalojnë këto thjesht me një bilanc kështu formal, apo i nënshtrohen një lloj auditimi. Kush është auditimi më cilësor, më profesional, më ligjor, më i mirë se në 2021, në 2025. Sepse me të drejtë, e tha aty në mos gaboj zoti Asinja, që në çdo raport pas zgjedhjeve thuhet që problemi kryesor është mungesa e transparencës financimit të partive. E thot OSB-ja, e thot ODIR-ja, e thon ambasadat, e thon vetë partitë gjoja. Pa e diti se këta i kanë dalë të keqet dhe përpara, se këta janë specialistë të dytë. Edhe si kur t'i gjesh me shkelje. E di çfarë kanë bërë këta? Dënimi më i madh është me një gjobë. Këta i fusin një të pagu me një gjobë dhe e kalojnë matan, kupton? E ka thënë Agroshe, e ka thënë... E ka thënë Haja. E kanë zgjidhur. Mendoj që e kanë zgjidhur. Para më shumë nuk e kanë problem për fushatën. Po, Marcele, kështu që unë do dëshiroja, do më thënë që media të ushtroj më shumë presion tek institucionet, por të mundur të blej opinion të ato. Kupton se nuk mund t'i kalojnë tani si një raport ndërmarrje që këta, domethënë. Se duket si datë e largët 11 maj, por realisht kur fakti bëhet publik, patjetër që emisionet do të na shërbejnë që të kuptojnë dhe qytetarët të mësojnë realisht sa shkon një fushat. Del zoti Sheaj dhe i thonë që është biznesmen i madh, dhe i thonë dëgjoj, i thonë ti po shpenzon, po te kalon atë që lejon kështu. Edhe çfarë pastaj thotë? Do paguaj gjobën, thotë edhe do vazhdoj. Edhe e zgjedh. Të paktën është i ndershëm, Po, prandaj thash, biznesmeni ka lekët e deklaruara. I deklaron të gjitha dhe i ka të vetat, as nuk i ka nga dikush tjetër. Ligji duhet bërë ligj i ri, e thonë gjithë me ndërkombëtar kemi 30 vjet. Ligj i ri për financimin dhe për penalitetet. Në qartë. Asimja, me kontratën e Laci Vitas, çfarë bleu Partia Demokratike me $1.6 milion? Bleu këtë përpjekje për larë në një farë mënyrë, për të mbuluar atë çështjen e njollës së perceptuar të non-gratës, që më thëmë vërtetën, unë mendoj që nuk është se ka aq shumë rëndësi sa mendon Berisha ose PD-ja në elektorat. Dhe patjetër që PD-ja në rast është përpjekur që të krijojë atë përshtypjen që kemi një lloj mbështetje të tërthort, jo të drejtë për drejtë. Edhe New York Times ishte surprizuar nga vlera, në fakt, e këshilltarëve amerikanë, nga pagesa. Kjo është çështje tregu pastaj, sa kërkon ofertë kërkese. Varet nga jo. Ishte i fushatës së Trapit ai, ishte. Po pra prandaj, ne po them se prandaj dhe u zgjodha ai, sepse nuk është zgjedhur thjesht një, madje me thënë vërtetën nga pikpamja teknike. Do kishte qenë shumë e udhës që PD-ja të angazhonte dikë më të mirë se sa me ato lekë, për shembull. Dikë më të mirë, sepse kontributi që solli me Laci Vita në fushatën e PD-s nuk mendoj që ishte spektakolar. Po nëse bëjmë pak llogarim, betet të lutem regjia më ndihmoni pak me wallin me grafikën që të shohim shifrat, nëse bëjmë diferencën nga $2.2 milion apo euro, nga 2.3 milioni, 1.6 milion që ishte kontrata 1.4, se normalisht aty është me dollar, duhet ishte. Patjetër. Nuk është se ka bërë në një fushat madhe në Tiranë, dhe në treqerekun ja ka marrë Amerikanët, me Tiranë me 700.000 euro bëhet fushata. Ju po thoni që ka që hedhë... Po, për gjithë Shqipërinë, e qartë. Po thoni ka që hedhë një deputet. Jo, dakord. Se pasaj dalin të gjëja që thamë fillim është që ka një fiktivitet në të dyja rastet, por fiktiviteti është disproporcional, sepse është në rastin është në situatën që është Partia Socialiste, parti që ka pushtet, mund të mbledhë shumë më tepër të ardhura, kontribute për fushatën e vet, se sa mund të mbledhin fakt partia që është në opozitë prej 2013 dhe që nuk ka një joshje të madhe, as për bizneset që mund ta financojnë, as në një interes, as interes, as në ato grupe kriminale pastaj që kuptohet nuk shohin një interes ke kjo opozitë. Do ta shifnin nëse do shpresonin, si tha Poli, në momentin që ato mendojnë që eventualisht mund të fitojnë. Edhe unë njoh biznesmen që kur vjen fushata thon kështu për shkakun. Do jap 10.000 euro këtej, 10.000 euro andaj këtë dyja. Prirjen e kanë që t'japën më tepër tek ai që ka më tepër shanse për jo domosdoshmë nganjëherë për fitime të drejtë për drejtë, një tender, një leje ndërtimi e diçka, në disa raste edhe thjesht për mbrojtje. Kur të kenë një hall, jo me inspektor, me tatime, me gjëra, të kenë një mundësi që të marrin dikon telefonin dhe të thonë shiko se unë kam financu.
Për këtë arsye, këto lloj kontributesh janë shumë më të larta tek ai që ka pushtetin. Kjo është thelbësore. Është e qartë që në të dyja rastet ka fiktivitet, sepse të mendosh vetëm një koncert i madh, ose s'po flasim për mitingje pastaj, një koncert të kushton 400.000, 500.000 euro. Prandaj po llogaris pak se si me pjesën e mbetur nga 2.3 milion, kur 1.4 i ka marrë La Civita, çfarë mund të ketë bërë Partia Demokratike me atë pagesë? Partia Demokratike patjetër që ka fiktivitet tek ajo, por ky fiktivitet. Dhe çështja është që zoti Berisha e mbrojti edhe kur u pyet përpara 2 ditësh kontratën me La Civita, e mbrojti akoma më shumë dhe tha që unë mendoj që La Civitan do ishin shumë më keq. Unë mendoj që 5 vjeçja është maksimalja me La Civitan, sepse krijoi ata aureolën që ka mbështetjen e Trumpit, e ke parasysh s'ka rëndësi non grada edhe tek dilematikët e tjerë, se atë që thot Asimi që non grada nuk është dhe nuk u shpla dot. Jo, është te militantët, ajo ka 4 vjet derisa e ndoqën që atë në fillim kur ishte ashpër non grada, ngelet, por nuk janë kaq të thellë militantët. Nuk është që kanë problem. Po, çështja është e ka elektoratin përgjithësi. Dëgjoj, bëhet fjalë të marrësh votën e shqiptarëve. La Civita, jo të partisë, ta mbaroj. Dhe unë për veten time kam një bindje që po të mos ishte La Civita, PD-ja në parlament nuk shkonte më shumë se 40 deputet. Pavarësisht se ai vetë nuk bëri asgjë për fushat. Mbase do ta justifikoj pagesën. Jam dakord që po të jetë për fushat e mbarova. Po të jetë fushat për fushat duhet merrte, ai nuk bëri fushat. Marcela. Doli 2 herë dhe një herë foli vetëm një fjali, ai nuk bëri fushata strategji. Por imazhi që solli ai, që Berisha, PD-ja, tashmë nga armike e SBA-s, La Civita që një njollë. Po ajo atë që mungon. La Civita ishte një njollë e zezë për Partinë Demokratike. Ai erdhi pa ekip, s'pati asnjë strategji për fushatën, nuk shpalosi asnjë strategji për fushatën dhe asnjë ekip që të krijonte një frym. Ai erdhi thjesht për një imazh. Dhe ardhja për imazh mund t'i bëhej edhe pa një kontratë 6 milion euro. Ai 6 milion euro ndikoi negativisht në opinionin publik. Por, Marcela, unë mendoj që është më rëndësishme të referohemi shifrave. Po të kishte institucionet të pavarura, Komision Qendror të Zgjedhjeve, komisioneri i zgjedhjeve, po të kishte prokurori të pakapur, të jurisdiksionit përgjithshëm dhe të SPAK-ut. Më fal, ta marrë. Jam shumë dakord. Sa e marr fjalën? Jo, jam shumë dakord. Vetëm një fjali nuk ma lën ta çoj deri në fund. Jo, të lë kohën tënde, është elefanti në dhomë, thua. Të lutem ta çoj deri në fund, lutem, tani vjen keq. Gjithmonë më ndërprer, apo nga që ta Kreshniku, ndërhiu atyre ta që ke në... Jo. Edhe ti zbaton urët. Shiko tani. Kreshnik, po tha polemika. Të lutem tani, me eksperiencën që kam unë në terren, pak 35 vjet, që kur ka startuar pluralizmi, po të kishte prokurorit pavarur, vetëm për shifrën 1.86 milion euro, që sot deklaron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Socialiste në KQZ. Partia Socialiste në KQZ, pra dhe Partia Demokratike. Për këtë 1.86 du të fillon të procedim penal. Du të fillon të hetim, kryesisht. Në adres të kujt? Në adres të Partia Socialiste, mashtrim moj. Pse? Sepse institucionet në Shqipëri e përjetojnë fushatën elektorale. Unë, po t'isha prokuror, nuk mund ta mendoj që Partia Socialiste me gjitha ato aktivitete që ka zhvilluar Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, ka shpenzuar kaq para. Pa është mashtrim, minimalisht mashtrim. A mund ta filloj për mashtrim një institucion, parti politike që është në pushtet ka 12 vjet? Për fshehje? Sepse mund të bëj një llogaritje kretë thjesht. Aulu Kalaja, me sinqeritetin e vet, deklaroi publikisht kam shpenzuar 6.000 euro. Sa të shkoj fushata aty? Prit, të lutem. Të shti, unë mendoj që edhe Auloni atë 6.000 euro e ka tha me rezerva. Se ka shpenzuar... Me falim, a do të... Shiko, ne po flasim para shqiptarëve, nuk po flasim mbrapa perdës. Dhe, me lutem. Unë jam studio, por që tani po më thumë, unë e kam publiku. Të kërkoj ndjes, po e marim Shemsi Prengjis. Jo, s'ka problem, jo. Dhe po themi edhe unë e kam tha me rezerva. Plus minus 30%. Po sikur kjo partia në pushtet 120 kandidat të pavarur, sepse ju e keni dhënë këto shifrat, po nuk e keni bërë individ atje. Dhe ajo është manipulim, nuk është individ. Du të kishte një zë kandidatët, pra partia politike, kandidatët
individet edhe bizneset. Pra du të kishte disa zëra. Nëse kandidatët në listë të hapur të Partisë Socialiste 120 nga 10.000 euro. 10.000 euro? Nga 10.000 euro për person, minimalisht. Po pëse ti mendon që mund të bëjë një kandidat... Mirë, tani të blesh mandatin, thua ti? Jo, nuk fute asnjeri. Me këtë llogari asnjëri nga ta nuk fute në parlament me 10.000 euro. Po që jeni duke fol, ju mendoni që ka ndonjë kandidat të partisë në pushtet që si ka shpenzuar 10.000 euro? 120 herë 10.000, a bëjnë 1.4 milion euro? Minimalisht. Pra kanë gënjur 1.4, po themun, 1.4 milion euro. Sepse unë të thash që pazaret e zgjedhjeve, e këtyre zgjedhjeve nuk dalin sot. Do dalin mas 3 deri në 4 viteve. Eksperienca në Shqipëri ka treguar për shkak të procedimeve, çështjeve të tjera, me teknika të ndryshme operative hetimi, për çështje të tjera të grupeve të strukturar kriminale, bin në rrjet edhe këto peshqit e zgjedhjeve. Dhe do të, si që morën vesh për Dibrën. Për Dibrën ndodhin 2016, në zgjedhjen 2016 e parakoshme pjesoret që u bë për bashki, dhe në 2018 ndolën gjevahiret e pazareve që fliste kryeministri, ministrat, deputetet që kërcënonin, që premtonin vende pune, po ne të kena për më lartë mor burr, ministri i drejtësish, po ne të kena për më lartë mor burr, shkojnë burgaj, e tjerë. Tashti, kur u bën zgjedhjet e vitit 2011, i morën vesh në 2021, i morën vesh në 2024. Tani du të presish vitin 2028-2029 për të morë vesh gjevahiret e zgjedhjeve të 2000. Sa kanë kushtuar vërtet. Dhe unë të thash, një ndër këto të thash, se në një çështje ka dalë një 400. Mirë po, është një çështje shumë e rëndësishme në firë, që të dalin 20 milion euro për zgjedhjet në një qarkun e firit. Dhe mos u habit. 5 milion, jo 5 milion tha Berisha. 20 milion është minimalisht në firë, sepse nëse të kujtohet, këtu, në karriken që jam unë, para 9 muajsh, unë kam qenë në karriken që është zoti Asimja, profesori. Dhe kam bërë një debat me një të kraut PS-s, kanë qenë të dytë PS-s në krau. Dhe ju kam thanë, pritni, mos u mërzisni, që ju përmenda Shën Valentinin e tjerë, që s'do e haj, a i shmiku ju s'do e haj, edhe se hangri, dhe manë mbas 15 ditësh përfundojnë burg. Dhe ju thash, pritni, keni dhe një ngjarje shumë të rëndë, mej, ka 9 zyrtar bashkë me Kupolën. A është kështu apo së është kështu? është kështu? U more panderu Kupolën. Po. Pra, qëka të thotë? Tani më thuaj, ka ndonjë tjetër që se ha vit në ri? Se deri te Shën Valentini do të ftoj praj. Po që se tani unë do të bam njëri që të rraf gjoksi se unë e dije, unë e bëjë. Shiko se është problemi. Ne po e ndjekim probleme, jo ka ish ministra, ka dhe ministra aktual që janë në tetë të briskut. A kupton? Problemi qëndron. A duhet shqiptarët, kjo është mesazh, a duhet shqiptarët të besojnë atë që i gënjen më shumë? Kjo është zgjidhja. Sepse ata që të gënjen në fushat edhe vinë të marrin atë votën, me lek, me makina luksoze, me daulle, me prerje shiritash. Se nuk thash kot unë, pas çdo prerje shiriti dhe daulle në për tunele, fshihen, pra ne festojnë udhëheqësit, se e kalojnë me sukses atë tendrin e tunelit Murrizës, tunelit Llogaras, të inceneratorëve. Në 2023-shin, fushata e zgjedhjet... Po pse, prend që thua që kjo ishte edhe fushat tunelesh tani? Të lutem, patjetër. Në fushatën, në qeljen e fushatës të vitit 2023, për pushtetin vendor, ai palloshi i gjatë e ka qelë tek oborri i inceneratorit të Elbasanit. Ai kaq unë, kaq ti, kaq palloshi i gjatë. Se din se more vesh ti? Jo, e mora. E pra, ai e filloi fushatën atje. Sot, po të shkosh atje të ka qelur fushatën atë pamjen e bukur, e ke gërmadh më keq se metalurgjiku i Elbasanit në vitin 1993-94. Prandaj, mesazhi është për shqiptarët. Këto njerëz që ju vjedhin, që ju blenë votën, që ju mashtrojnë, që ju mashtrojnë edhe me këta shpenzimet, deri kur do t'i besoni? Sepse unë të thash, po t'isha prokuror, vetëm për atë shifrën, edhe për atë atje moj. Po këtë, se fundit, kriminalitetin e bën partia shtetë, së është provuar tani, se po e bën në çdo qelizë.
Nepotizmi në pushtetin e Partisë Socialiste ka quar në atë drejtë që nuk ka ministër që nuk do shkojnë në burg. Do jetë sfidë dhe do jetë risi që një nga ministrat e qeverisë Rama 1, Rama 2, Rama 3, Rama 4 të shpëtoj pa shkuar në burg. Mbaje mend këtë shprehje që po themon, këtë deklaratë. Tu jemi, Premçi, patjetër që do të thras prapë. Dhe atyre do bishë merë të tjera. Edhe posë thirë nuk m'ngell hatre. Gjusma punës është bërë. Marcela, Të ndjenë më mirë, se nuk vinë trafik, m'ngellën trafik. Ti e di që je gjithmonë mirë pritur. Mund të bëjmë një ndërhyrje se... Po, patjetër, ndërkohë, me njëherë të lutem regjia edhe wallin tjetër me partitë e tjera, ndërkohë që flet Aula. Shiko, kanë qenë rregulla shumë strikte për deklarimin e parave kësaj radhe, domethënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe jemi nënshtruar me rigorozitet, paktën ata që e kanë marrë seriozisht. Unë gjykoj që tek deklaratat që kanë dërguar KQZ nuk ka qenë vigjilente dhe nuk i ka parë me vëmendje. Edhe ato deklarime qoftë edhe me fiktivitet, siç thot zoti Premçi. Pra, nëse e kanë ul 30% etj. Që në fakt ky nuk është rasti im, po ke raste pafund aty, të cilat i kanë ul edhe i kanë bëhet etj, por nuk ka një kontroll administrativ nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për këtë të folja pak më herët. Pra, të paktën ndërmarrin këtë kontrollin, sepse aty ka pas, domethënë, agent me sa diun të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët kanë qenë në terren dhe vinin në këto zyrat elektorale që ne kemi pasur, për shembull, dhe të shikonin vullnetarët, a janë të pajisur me badge, i pyesnin, kupton, pra edhe për moshën, edhe a paguen, etj. Pra ka pas kontrole, nuk është se kanë munduar. Po pra ka pas kontrole, por problemi është që s'ka evidenca për këtë çështje. Pra asnjëri nuk është gjobit, janë gjobit thjesht sa zyra që kanë qenë afër ambienteve shkollore, ku e diun tani afër bashkisë. Pra këto janë gjëra totalisht minore në raport me financimin e partive dhe për këto debate që ne po flasim deri tani. Prandaj mendoj, edhe ajo zyra romantike që u hap brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që është SPAK-u dhe KQZ-s, unë prandaj vjen për çesh në herë, vetëm Shqipëri shikoj që dy institucione bëjnë marrëveshje me njëra tjetrën dhe thonë ne do bashkëpunojmë dhe do shkëmbejmë dhëna. Po në fakt këtë e detyron ligji. Pra nuk mund bësh ti marrëveshje një agjenci me agjenci tjetër. Edhe kjo u trumbetu shumë fort në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Unë me të thënë drejtën kam pas si shtëpinë e dytë, se nga që kam kërkuar hapjen e kutive në Durrës dhe e shikoja gjithmonë këtë në kat dytë që ishte kjo zyra, hapa i ditë derën, me thënë drejtën, se isha kurioz, ç'a ka këtu, se ajo emri ishte shumë i madh aty te dera. Me të thonë vërtetë nuk pa shkokë robi mrena, as dishin ç'a bëjnë, as kush punon, as ç'a bëhet. Aulon, është provuar që pranë çdo qendre votimi, pra në nivel qendre votimi, Partia Socialiste ka pas një zyrë. Po patjetër. Për 2 muaj rresht. Patjetër. Në Tiranë, zotëri, 1200 qendre votimi. Të logume dhe të pa logume, Të lutëm. Se kjo është e rëndësishme. 1200 qendre votimi qarku i Tiranës, minimalisht s'mund gjë është lokal me qira 500.000 lekë. Për 2 muaj i thonë 1 milion lekë. 1200 qendra votimi i thonë 1.2 milion euro. Kjo është llogaria thjesht. Nuk ke patur ti, s'kam patur unë, ka që kemi pas këllë, unë gjithë Tiranën kam pas një zyrë. Kurse, ata kanë pas në gjithë qendër, dha. Pra tani, si mund t'i themi shqiptarve, që unë ka pas Partia Socialiste 1200 zyra, që se cila ka pas 1.000 euro qiran për 2 muaj, dhe pa llogarit shpenzimet... Premçi veti bëre deklarimet? Pa tjetër, që si kemi bërë deklarimet. Sa argjo? Sa të shkoj fushata? Unë kam shpenzuar më shumë se sa Auloni, se isha parti e vogël. Do na e thua shifrën? Po, sa? Tek 2.3. 23 milion të vjetra? Jo, më 2.3 të vjetra. Po jo, ka harxuar 6 milion. Partia e madhe në raport me partinë. Jo, tani ka i problem është se unë nuk kam marrë as lek nga partia, e kupton? Po jo, pra, asu s'kam. Jo, që t'jemi realistë, se tani, se po del tu se dolen shifrat edhe... Kemi marrë shumë, ne. Nga jo lok ma e madhe atje, ke marrë ndonjë jo, pra jo. Asnjë support? Po jo, mësë si jam marrë fare me ato, unë kam bo fushatën time. Ato paratë e partisë janë për aktivitetet e partisë. Pra s'kam lidhje unë me këto gjona. Lidhje ka ke punë. Okej, nuk kanë marrë. Mirë, Polit, lutem, më ndiq pak me këtë grafikën tjetër që kemi për Partinë Republikane, se edhe këtu ishte interesante për të kuptuar në fakt se si partnerët e vegjël të Partisë Demokratike kanë kontribuar. Faturat kanë qenë të ndryshme nga Partia Republikane, që në total ka paguar 118.000 euro gjatë fushatës të 11 majit, 50.000 euro thotë që i kanë shkuar për financim mitingeve në bashkëpunim me Partinë Demokratike, por ndërto edhe një faturë për krizë Laci Vita, gati 1.200 euro akomodim, bar dhe shërbime masazhi indian. Po. Po, qa po më pyet?
Jo, po të pyesja për shifrat që shkojnë, edhe për shërbimet për lacivita. Ta kryuan një, koalicionet nuk lejojnë, po kryuan atë Shqipëria Madhështore. Po? Dhe normalisht për aktivitetet e përbashkëta kontributi është i përbashkët. Për mua shifrat e partive të vogla janë brenda kuotave se kur nëzirë këto shifra duhet nëzirë dhe sa përfitojnë këta nga KQZ, se kanë përzgjedhore, kanë një fond jetore, tjere dhe 100.000 euro. Nga jo që pashur nga deklarimet pash një mos përputhje. Po, ja e kemi tek Partia e Lirisë atë. Po. Së Partisë e Lirisë tjetër gjë kështë deklaruar PD-ja. Po, ja ku e kemi dhe mungonin një duket 20.000 euro. Jo, ka deklaruar 70.000 financime të përbashkëta për Partinë Demokratike, ndërkohë që Partia Demokratike nga në saj kishte deklaruar 150.000. Pra, kishte deklaruar më shumë se sa që kishte deklaruar vetë Partia e Lirisë. Po, do më thënë. Dhe Zoti Berisha tha unë nuk merr me shifra ta. Ta thonë që ne i dham 70.000 të përbashkëta, ta thonë që na ka dhënë 150. Edhe këtu ka, kjo është një mos përputhje. Po, një mos përputhje që besoj KQZ-ja e tonë, ose nuk e di çfarë ka ndodhur tek ata që kanë bërë letrat. Po shifrat e të vegjëlve janë aty reale, apo? Reale janë, reale, nuk janë shumë për 100.000 euro, do më thënë, se këto janë parti që marrin gjitha, janë parti parlamentare. Do më thënë, këta tani direkt pas, për shembull, Euroatlantikët, direkt pas zgjedhjeve, morën rreth 20 milion lek të vjetra, që është parti që s'futi do të as deputet, as gjë, vetëm sepse kaloi pragun. E kupton, këto marrin më shumë nga 50 milion, 100 milion. Këtu gjithë çështja është këtu një lloj hetimi shumë i thjeshtë që mund të bëhet, po këtu s'ka vullnet dhe nuk bëhet asnjëherë, sepse merren të mirëqena, ja këtu i vetmi problem është pse nuk përputhen këto, dërgojnë një shkresë tjetër dhe i përputhin. Për shembull, unë për shembull po si justifikohen është çështja? Thjesht si gazetar, di çfarë do bëja, do shikoja fondin e partisë, sa ka marrë partia për këto zgjedhje, sa ka në numrin e llogarisë si total, për shembull po doja që është që rimori vulën, e ka rimar kur rimori vulën, e ka rimar me rreth paka shumë aq sa kishin ngelur nga 2021 me rreth 1.2-1.3 milion euro. Tash dhe fillon bëhet dhe një përputhje, pastaj ke dhe individët që kanë. Po i kemi, rikthehemi edhe një herë tek tabela e parë këtu te Mregjia. E gjitha kjo është për të kuptuar për aq sa mund të. Atë llogari kemi bërë dhe ne, ëh? Po pra, edhe gjitha kjo është, domethënë, nëse ti ke shpenzuar më shumë, e ke parasysh, ke shpenzuar më shumë. Më shumë nga sa ke marr? Po. Patjetër që tani ai mund të thotë që gjithë arkën e PD-s unë e kam hedhur në zgjedhje. Kjo me një kërkesë bankës ku ke parat e verifikon. E ke parasysh dhe nëse Partia Demokratike në këtë rast ka marrë në total, le të themi, gati 1.8 milion euro nga gjithë financimet, fondet publike, nga vetë financimi dhe nga personat juridika apo të jashtëm, ka shpenzuar, thot, 2.3 milion euro. Është mbi kapacitetin. Po nuk është se ne po bëjmë hetim këtu, po përpiqemi të bëjmë hetim. Kështu nuk është fare ky problemi. Unë po ta them, unë ta thash që në fillim. Ty në qoftë se PD-ja, e ke parasysh, në qoftë se PD-ja të ka shpenzuar kaq, ashtu për mua është në kushtet më normale fare. Tu pyetja nuk është se ka shpenzuar shumë PD-ja për këtë gjë, pavarësisht se pjesën e Luanit e merr Lacivita. Dhe pastaj po të zbresësh atë pjesën tjetër. Po 700.000 euro sa ngelen? Që ju ngelet këtu, nuk ka pse ankohet Auloni, unë se di ka dhënë Partia Aulonit ashtu, nuk ka pse të ankohet Auloni, sepse i bie që dhe Flamur Noka ka prishur 6 milion sa Auloni. Ankova, unë thash thjesht nuk lek, s'kam lidhje me këto lek. Jo, duhet të ndihmonte partia, por partia këtu ka deklaruar që ne këtë rast zgjodhëm t'ja japim Lacivitës edhe gjithë atyre. Çështja këtu nuk është të analizojmë këtë. Se është hipokrizi dhe këtë ka rrezik. Partia ka shpenzuar edhe për Aulonin. Jo deputetët. Ja të mbaroj. Sepse imazhi edhe propaganda i përfshin gjithë në një logë. Pra është kontributi qëndërzuar, por ke televizionet kombëtare që të grinë televizionet kombëtare, gjithë televizionet për këtë kohë e tjerë. Fushata është mediatike. Polo, unë s'kam paguajt lek fare për televizionet. Po, pra po. Unë personalisht. Flas për partitë aty që ata nuk kanë vënë në individ. Ata që më kanë kërku lek, qoftë edhe nga mediat opozitare që në kanë kërku lek, kokër leku, zero. Aulon Kala është gazetar, nuk jep lek askujt me dalë në televizor. Kush ka dash me marrë, po kanë marrë. Dimo, prandaj u katastrof. Jo, po ta them që tjerë prandaj u katastrof. Për Aulonin jam dëshmitare. E verifikoj Aulonin.
që sot të vërtetë. Prandaj ke marrë aq shumë vota dhe nuk je në parlament. Tani dhe je këtu me ne. Tani unë po të them këtë. Këtu jo deputetët dhe kandidatët, ata që kanë dalë po e po. Por unë jo ta garantoj, po domethënë nuk e diskutoj sepse unë kam qenë në terren gati 30 vjet në përzgjedhje, po dhe komisionerët janë duke u tallur me ne. Kur ne bëjmë këto lloj llogarish, domethënë që ashtu. Dhe është e vërtet. Atë e tha Kreshniku, domethënë diçka Kreshniku e tha me bërxolla dhe me raki, ky e tha me zyra qiraje. Nuk të del asnjë lloj shifre e këtij lloji. Tani ti thua tani si do t'ja bëjmë kësaj? Kjo është pyetja, si do t'ja bëjmë kësaj? Sepse unë ta tha. Duhet hetim, pra, duhet këta auditojnë. 35 vjet vetëm kanë deklaruar dhe ai ka pranuar. Dhe vetmi gabim këtu që mund të bësh është që ti ke deklaruar më shumë apo më pak. Pastaj burimi, çka ke fshehur, ç'është para në të zezë, këtu njerë nuk ka as ligj, nuk ka as ligj të saktë, dhe s'ka as vullnet politik që ta rregulloj ligjin. Sepse e vetme gjë që mund të ndodhë, të paktën në dijenin time, janë një 2-3 hetime, të spaku, të cilat nuk kanë mbaruar, të cilat do nxjerrin fenomenin, do ta nxjerrin 400 që thotë ky, në një vend tjetër është edhe 1 milion në Shkodër. Në Shkodër 1 milion? Jo përgjime, hetime, sepse përgjimet do dalin pasi të janë dhënë për fushat po? Apo? Shiko. Po qa po na e merë ti tani, po e na e merë si abitore këtë 1 milion? Jo, po pyes pra e për këtë fushat, po thua, për 11 maj. Po flasme, për 2025. Dhe prandaj po them, këto shifra tani... Ka qenë fushata më e kushtueshme e gjitha zgjedhjeve që janë zhvilluar. Ka qenë shumë e kushtueshme. Pavarësisht se PS-ja bëri një truk. Fushatja e shtetit. PS-ja bëri një truk, Edi Rama bëri një truk. Edi Rama nuk bëri mitingje të mëdha. E ke parasysh, do më thënë që të dugej sikur kjo një pikë që është kullundrisur mirë për takuar popullin, nuk u bën mitingje, nuk u bën flet palosje. Postera nuk ishte, janë hequr ka kohë. Bëni koncerte këtë tunelet, më vëlla, u kretë Ministria Kulturës. Nima, atë kisha, pa ishte aktivitet shtetëror me inauguroj tunelin. Jo, më zotri, nuk shkem pa lek ato. Sot na e ktheve fushat tunelesh. E kemi me shkura. Shiko, Tani me që se në të tuneli, se base diskutojnë në pjesën tjetër. A mendoni ju që artistët e Shqipërisë shkojnë pa lek në tunelin e Llogarisë? Me daulle, me kostume kombëtare, me gjithë shka, ju mendoni që shkojnë pa lek? Pra, nuk e di. Po shkojnë se paguën grupet artistike. Kush i paguën? Ku janë faturat? Ju thoni, i ka paguar partia, po i ka paguar Ministria e Kulturës. Po që kanë paguar më përpara me ato një pikteqen? Kë kanë paguar? Vetëm artistët kanë paguar me daulle? Dëgjoj, ti tani po na thua kështu. Okej, se duhet kalojmë në fushatën e Erion Veliajt. Në fushatën e Erion Veliajt. Më falë o presë. Skenografia në sheshin Skënderbej sa ka kushtuar? Ajo skenografi. Po nuk është gjënë. Mere bëj analizë. Po ato karibjet përdoren për 100 vende të tjera. Në keni gabim ka kushtu shumë. Okej, nuk ditë të them. Moderatorem, një sekund. Kompetente, po. Merë fushatën e fundit të Erion Veliajt, që është ka qenë i fokusuar me artistët, me njerëzit VIP-a, me aktorët e tjerë, që u... 2023-shin, thua? 2023. Se këtë nuk e gëzoj do të me artistët. Dhe të gjithë mund të dalë që kanë vajtur vullnetar. E ke parasysh? Edhe Noizi, qa ishin e portokallira, e mandarina, e gjitha që ishin atë. Dhe pastaj dolën, i kemi nxjerrë në mediat, dhe dolën dhe kur u hap dosja, aqsa është Veliajt për këto, e tjerë, për gjitha ato kompanit që bënin të gruas e tjerë, të gjithë pa përjashtim, dhe drejtues të famshëm televizionesh e tjerë, të gjithë ata që kishin qenë fushat, pas fushatës, kishin marrë më i vogli nga 100.000 euro, 50.000 euro, 70.000 euro, projekt, thoshte. Sen shpenzim. Mja, është pas fushatës, nuk kemi si që temi, është para fushatës. Dhe ta shumë e Kreshniku, dëgjo, hetimi këtyre fillohet pas fushatës. Ja, me Kreshnik, mendon që këto vrimat e zeza të fushatës do dalin pas zgjedhjeve, jemi akoma 6 muaj, në fakt, edhe me zi morën vesh se sa lek kanë harxuar, por do të presim shumë kohë për të zbuluar realisht se sa para ka kushtuar fushata? Shiko, tani kush është problemi më i madh që ka Shqipëria? Se problemi më i madh është që partitë politike mbajnë 2 standarde. Përfshi liderët, përfshi kandidatët, përfshirë në tërsinë e vet, pra. Diskursi që kanë është që duan të shtiren se janë të varfër, por praktikisht bëjnë një fushat shumë të pasur. Ndërkohë, nuk duan
të zgjedhin dhe modelin amerikan. Siç është modeli amerikan që deklarohen parat, kanë një limit të caktuar, paraqitet edhe lista e donatorëve, nga ana tjetër është krejt zyrtare që kush është i pasur, ai është më i suksesshëm. Mos harrojmë, le të themi, Kamala Harris, e cila u fut në mes të fushatës pasi u dorëhoq Bideni, një nga sukseset e mëdha që ata konsideronin, ishte që ajo mundi të mblidhte 100 milion euro për 2 ditë. Por, këta janë transparent. Këta thonë politikë kështu hyet. Çështja e politikën në Shqipëri është dyftyrësia që kanë. Nga një anë thonë jemi me dhomë e kuzhinë, nga ana tjetër paguajnë miliona. Kjo është një gjë që duhet të riparohet dhe të marrë fund. Më mirë fundja të ketë një amnisti, të deklarohen që janë miliarderë, dhe ta dim që hyshën politikë Shqipëri është kuvendi i milionerëve, miliarderëve, të cilët i deklarojnë ato para, financimet 100%. Unë mendoj që kjo është e keqja më e vogël, se sa të bëjnë popullin për budalla, të mashtrojnë publikisht, nga një anë të hiqen si të varfër dhe të paraqisen ca fatura që nuk i beson askush. Askush nuk mund t'i besoj ata. Se nuk mund t'i besoj as për reklamën që japi në portale, në media, në televizione, në pagesa analistësh, në këngëtar, në salla, në zyra elektorale, në aktivitete dhe tubime jashtë Shqipërisë, të cilat po të them, unë më zhbën mundësia të shikoj faturën financiare të një qyteti jashtë, ku është zhvilluar me diasporë, në zgjedhjet e 11 majit, Majtës apo djathtas? Ka qenë 270.000 euro. Gati 20%, më shumë. Dhe po të them, jo në një kryeqytet, ka qenë një sallë e cila nuk ka pas më shumë se 300 veta. Fatura totale me gjithë shpenzimet ishte 270.000 euro. Tani, këta nuk mundet të sillen në këtë mënyrë, se fyrin të paktën inteligjencën e asaj të pjese të shëndosh të shoqërisë e cila ka informacion dhe është e ndërgjegjshme për këtë gjë. Dhe mos harrojmë, u tha shumë mirë në panel, që këtu nuk po diskutojmë paratë e blerjes votave. Ne po flasim këtu vetëm para, fushate, aktivitete, shpenzime. Vetëm çfarë kemi parë, vërtet? Po shpenzime elektorale. Dhe absolutisht, domethënë, është absolutisht dhe këtu bie i gjithë autoriteti, i gjithë autoriteti i institucioneve ligjore, të cilat kanë për detyrë kontrollin e transparencës së partive politike. E qartë. Mirë. Të falenderit për momentin Kreshnik, ndërkohë sikur se njihni edhe përmes lajmit të fundit në ekranin e Report TV, projekt ligji për barazinë gjinore që ka pasur sot kaq shumë debate për gjatë gjithë ditës së sotme, vetëm pak çaste më parë është miratuar me 77 vota pro dhe 36 vota kundër. Është ky lajmi i fundit që po e ndiqni edhe përmes fleshit ton informativ, ndërkohë që ka pasur edhe një votim për kërkesën në fakt të Partisë Demokratike për shkarkimin e presidentit Begaj dhe ajo është rrëzuar. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, marrim edhe çështjen e diskutimit sot në parlament për barazinë gjinore.